kohën kur unë isha, le të themi, 7 vjeç, 9 vjeç, 10 e mosha, kur njeriu fillon të kuptoj gjërat, fillon të perceptoj botën në një çik. Edhe unë isha rrethuar nga njerëz, nga moshatar të mi që kishin emra që quheshin modern, Edmond, Albert, Arben, më e keqja mund të ishte Fatos, si emra shumë përdor, Ilir, emra të tillë, edhe me emër të vjetër isha vetëm unë dhe një miku im, që unë e kam akoma mik edhe sot, që ishte emri Riza. Ai nuk e vuan shumë këtë gjë, unë e kam vuajtur. Pra, në atë kontekst unë e kam vuajtur për shkak të, le të themi, të perceptimit të fëmijës mbi emrat modern. Mustafa nuk rezulton, dhe Mustafa ishte emri i babai i gjyshit tim. Edhe bukur ishte se gjyshi im sapo kishte vdekur, unë lidha mbasi vdi gjyshi. Është një koincidencë, gati budallaqe, sepse nëna ime kishte planifikuar për mua emrin Fatos. Unë do isha Fatos Nano, Fatos Nano. Madje nëna ime insistoi deri në fund, po pastaj gjyshja që jetonte me ne, gjyshja këtu më nguli dhe tha, jo, sepse edhe babain tim e ka quajtur Mustafa, edhe burrin tim Mustafa, dhe burri sapo ka vdekur, e filloi të bënte oi, edhe babai tha, hajde mos ja prish.